Rabina? Ajo që bëm përshtypje në këtë grup kriminal Zoti Rakipi është që në momentin e trafikut ky grup kriminal zgjidhet të lëvizte sasi të konsiderueshme kokaine. Për shembull nga rastet të cilat janë të evidentuara, nuk ka asnjë rast që të jetë nën 500 kg kokainë e cila trafikohet drejt porteve të Bashkimit Evropian. Kështu që trafikojnë në ton, në qindra ton gjatë gjithë kohës që ka ushtruar aktivitetin e tij, pasi prokuria ka evidentuar vetëm 7.5 ton, por realisht janë dhe disa dhjetra ton të cilat kanë kaluar drejt Europës. Ajo që bën përshtypje në sekuestrimin e pasurive të këtij, po them, personave të dyshuar që janë pjesë e këtij grupi kriminal, është që kemi rreth 60 pasuri të paluajtshme të shtrira në disa qytete, por kryesisht Tiranë edhe Lezhë. Edhe njërë 60 pasurit paluajtshme të këtij grupi? Po, 60 pasurit paluajtshme, ku përfshihen apartamente, toka, poste parkimi, apartamente që ndodhen në Tiranë, Kamës, Lezhë, Shëngjin, Saran dhe Imar. Në të gjithë, po them, vendet ku ka një intensitet ndërtimi në Shqipëri, në Tiranë dhe në Bregdet, ky grup kriminal kishte pasurit e vete. Janë 89 automjetet të cilat janë sekuestruara, po këtu përfshihen edhe automjetet të cilat janë pjesë e kompanive të cilët kryen punë publike, si dhe kemi edhe 72 llogari bankare dhe vlera totale e gjithë këtyre pasurive, Klodi e përmendi, është rreth 12 milion euro. Por si në të gjitha rastet, kryesorja Zoti Rakipi është që ata e din shumë mirë çfarë kanë folur në Sky dhe unë mendoj që kjo është arsyeja kryesore pse ata janë larguar nga Shqipëria. Sepse ne po flasim për personazhe të cilët nuk është se kanë ikur javën e fundit nga Shqipëria apo 2 javët e fundit. Kanë disa muaj apo në qoftë edhe vite të cilët rrinë jashtë vendit. Kështu që sa kohë ata e dinë që çfarë kanë folur në Sky ECC dhe ne gjithë e dimë që tashmë database është i gjithë në prokurinë e posaçme ose çfarë ka nevojë prokuria e posaçme e merr nga autoritetet e vendeve të Bashkimit Evropian, atëherë për ata Shqipëria është një vend i pasigurt sepse akuzat që rëndojnë mbi ta janë shumë të rënda. Grupi strukturuar kriminal, trafik droge, i thonë në llogarit thjesht mbi 15 vite heqëliri. Nuk largohet o xhep askush pa u lajmëruar që ndaj teje ka filluar një hetim, ase çan kokën njëri fare. Ata janë të investuar në këtë drejtim. E kemi në disa dosje që i ketë infiltruar policët. Ka bërë spaku dosje të forta të krimit organizuar dhe brenda ke nga një funksionar të madh policie. Ferdinand, po flasim për periudhën 2019-2021. Një pjesë atyre oficerëve të policisë, siç ishte rasti i Vlorës, nuk është më në detyrë, ose ka disa vite që nuk është më në detyrë. Më thuaj Ergjys Agasi, ishte gjë në Dubai kur i plasi historia? Apo flasim persona të tjere me radhë, mos flasim emrat. Ergjys Agasi nuk ka ikur njeri pa i dhënë një indicje që duhet ikër. Ergjys Agasi ishte eminenca gri e kryeministrit. Është histori komplet tjetër Ergjys Agasi. Unë po mbroj temën. Ergjys Agasi është komplet histori tjetër. Ore bim dakord, po të themi që ata e din shumë mirë çfarë kanë bërë dhe prandaj marrin masat e largohen. Nuk ikin pa marrë vesh që është vend dikush nga mbrapa nuk ikin. Ata e din shumë Pepa ku mendohet se është shumë komplekse, por nëse flet për Ergjys Agasin, historia e Ergjys Agasit është komplet histori tjetër. Këta kur hynë kësaj pune, hynë me mendin që duhet fitojnë ca para shumë shpejt. Dhe i kanë marrë parasysh gjitha çfarë mundi ndodhi. Pra, këta kanë llogaritur edhe burgun që duhet ta bëjnë. E rëndësishme për ta është mos humbin paratë. Dhe në këtë rast, SPAK ka bërë sekuestrimet. E rëndësishme është çfarë do ngelen në fund procesit gjyqësor, sa do konfiskohen nga këto pasuri të vendosura në bazë të trafikut të kokainës. Ky është problemi i madh që ka prokuria e posaçme, konfiskimi i pasurive që vijnë nga... Se shifrat gjithmonë e ngatrojnë, pra na thonë sasi të mëdha parash, por i thonë të sekuestruara. E rëndësishme është çfarë ngelet e konfiskuar në fund. Po për ta sjell konkretisht, për shembull në raportin e fundit të prokurisë së posaçme për vitin 2025, shohim që pasuritë të krimit organizuar të konfiskuara janë vetëm 1.9 milion euro, ndërsa pasuri korrupsioni e zyrtarëve të lartë janë vetëm 100.000 euro gjatë vitit 2025. Pra, shifrat e sekuestrimit kanë qenë 10 herë më euro. Në total janë 45 milion euro sekuestrim, por kur vjen puna te konfiskimi, kemi vetëm 4% në raport me atë që sekuestrohet. Edhe 30% të një Eurocentrali, 30% aksioneve. Pra,
hidrocentrali në Fierz. I kishte. Pra, hidrocentrali Fierz? Jo, një nga ato të vejlit. Pra, një njeri preferuar nga strukturat e shtetit për të futur gjithandej. Si ka mundësi që personat të tilarin të thithin para publikut, pasojnë vetë të thithin Se pagojnë më mirë se të tjerët. Sepse pagojnë më mirë se ata që i kanë me dirs, apo se ata që i kanë me gjysmë dirs. Pra, pavarësisht se nuk duke i thua ti Klodi ky Pepa, nuk shfaqe, i kujdesshëm domethënë, në hierarkinë e krimit të pozitive. Ai shfaqe se nuk doja njihni me emrin, nuk doja din me emrin. Nuk është se mësuam sot emrin e tij. Domethënë ka pasur probleme në jetën publike të Tiranës. Ka pasur ka qenuar pistolet mes diskos. Domethënë emri është përfolur mbas veprimeve që ka kryer në publik. Aty ka filluar të përfitet emri. Flasi këta që përmendën vazhdimisht. Po, si puna e Jo. Dakor, ka probleme ka pasur, por nuk ka pasur probleme që të tipit që për ta diskutuar në studio, kanë qenë probleme kryesisht të showbizit, kështu që showbizit për këto që u duheshin dhe kjo pjesët, që të kompensoheshin plotësisht. Ata jetojnë. Janë gjëra të domosdoshme për këtë kategori. Jetëmi Pepa tani është në kërkim. Në shumë emisione mua më kujtohet tani që ka vite që e bëj këtë emision. Bile më kujtohet një gazetare tjetër që nuk ja përmendim emrin për arsye etike, e kisha unë këtë tele e mori vesh me njerë në studio dhe i thashun përgatitur për ata që janë ratisur. Përgatitur i thash për ata që kanë ikur. Jo për këta që kanë arrestuar, se këta të vegjit fare i arrestojnë. Të rëndësishme të fare ikin. Edhe ajo, më përgatit lesh, asë soli asgje. Ata këshin ikur dhe ajo s'dinte asnjëm. Edhe njemër që tha nga troj. Në përdhembë i tha gojë... Ka kjo me... Jo, ka, sepse ky ka ikur prap. Këtë se kapin të... Skapim, kemi në kërkim, ky është në kërkim. Si ka mundësi tani? Nuk kapim, kemi 3-4 vjet. Çfarë kanë kuptuar unë zoti Rakipi? Kuptove ti për çfarë si kish kjo? Unë të solla një rast tjetër që më ka ndodhur. Ka vite që më ndodh kjo gjë, ku këta ikin të gjithë të rëndësishme. Jeni tipiku i njeriu që të ndodhin gjëra çuditshme. Po më ndodhin po pra, aty kishin ikur ata të gjithë. Atëherë. Dhe s'mande mend asnjë. Unë dhe Gjevahiri që i ndjekim nga afër institucionet e drejtësisë kemi kuptuar. Përgjithsisht, këta personazhe të cilët kanë qenë të futur thellë në krim të organizuar dhe kryesisht në trafikun e kokainës, vitet e fundit janë zhvendosur nga Shqipëria. Pra një pjesë të madhe të kohës e kalojnë jashtë dhe vetmja mundësi që të arrestohen është një bashkëpunim institucional me autoritetet e huaj. E vendit ku shkojnë. Dhe ne kemi patur njësër edhe Dubain që deri dje konsiderohej oazi i kriminalëve shqiptarë tjera me radhë, sikur është thyer rregulli dhe ata i kanë kthyer një pjesë të personazheve të kërkuar. Çka do thotë, e vetmja mundësi që SPAK-u apo policia shqiptare të ketë sukses për kapjen e këtyre personazheve është që të bashkëpunojë me autoritetet e huaja.